Hajde, urime se Urime. Ndrimi më të motëve. Ndrimi më të motëve. Me që mi kesha dashamirë tonë të emisionit në Breaking News, shikus të ndërum të Alsatit, ju dëshirojmë një vit e mirë të marë, se cili vit që vjen shpresojmë që tjetë maj mirë se kë që e lanë pas e që kemi i lanë pas, shpresoj që keni kalu më së miri me të dashurit e juj. Këto festat janë interesant, nuk prodhojnë diçka edhe unë është i marrë shumë për zemër përveç asaj bashkësisë familjare që e krijojnë. To bohen, takohen. Na ju dëshirojmë Gërbetit edhe njerëzve që kanë ardhur prej Gërbetit, mirë se ardhi tash rrugë të mbarse dhe janë edhe të shku disa. Kujdesni rrugës, domethënë nëpër vende po ka edhe borë. Shkofshi mirë, thojnë të na, jeton, unë s'kam qare tash pa javë nisë me prish teltit. Hajde. A qohet be njeri 1.700 euro pishek zjarë mi blej. Kjo është market. Kur gjonë, s'kish blej vich pishek zjarë, pio, 1.700 euro. Po se ki din për gjithaj milion. A dhe si konstatim Fadel se ti qelë dhe tema si kur më të kalëzu edhe one ju betona një gjohë që nuk e këna bo me laf që të mund me diskutu për që e qili edhe... Pa e qili asë më kujtu. Edhe është dilin gji, edhe është faqezi, është po i njëjtë i vitit 2025. Njëjtë, dëmon edhe kreditat i kanë. Është dilin gji edhe në vitin 2026. Moje men edhe kreditat i kanë. Edhe kreditat i kanë. Ta është na e nisim algoritmin. Muji majit got i vitit a janari. Po, është janari, në janar të kap acar. Qëra Fadil? Ka një herë me nëjë që... A, ke nisme me nëmë? Ka një herë me nëjë që kjo puna e fishek zjarëve është, si me thonë, një dëshire munguar. Në kuptimin e asaj që... E ke fjallë të ne shqiptarët? Të ne shqiptarët. Ka përpost! Ka përpost, Allah i blerim. Pse blerim 1.700 euro. Ideja është si për shemull, kam pas shef me konë lufte, me luftu e sene, vene, po dysh jenë tutë. Jenë tutë, tuta, s'ka kjela. E jenë tutë, tash, mas luftës... Kanë qef me një, me kaku. A ma u kalo, jeton dhe ma u krejë. Po, sepse aja javë plëtsën qatë bështlekon. Ti ki fjallin si nanë që s'kena pas për shamëll kushtis loja sene tash kër t'ja blesh djallit. Po mas more e provën për vete. I grati kjere. Trunin këti populli. Po, blerim. Edhe trunin më janë rru, blerim, menoj që aty veni kurin truni u infektu. O isu. Populli jemi ngullë kredit, mos harroni, i keni argju porët për festa, normal tash vinë, ratat edhe përmbarusit, këtu i thënë një të njësë vërshitelat, zakonisht një janarja njësë, në se i ndrojnë letrat, i mshelin atë librat, i këqynë shka kanë metë, ja njësin janar... E login gjishtin edhe ja njësin pejtë parës. Me 13-in dëmonë, kur të moti 13-i, 14-i nuk full, kush ishtë pjallës të tas mirë ditas, kërë që ose dinar në gjep s'ka. Tra! Dëmonë, pelim! Mëse ki një cigare që dhe lëshamatë. Ja, që du një cigare, pelim! Lë që të kam një cigare. Pelim, e din edhe blerimi për shka po folëm, dhe një farë pelimi vatë, se na i kanë lëshu 2 rroga. Për një rrogë. Jena ka lëshu në nëntor 2 rroga, se mujnë... Po, me një nëntore dhe tani me 28 nëntore. Nëntore tani, i kena boda po, i kena shku këti kanë hongër smuka, shtapiqa. Po, misht, salenga, misht, thatë. Good. Blerim edhe publik Mas dytit e merë vesh va gudi. Jo, në deshta me i kalëzu që ka vitit 86. Ka vitit 86, 20, duke tash më s'ta ka bojnë, po afërsisht që ashtu 80 centa, 20 centa akon bitcoini. Pa. Në qatë ku, kur akon bitcoini 20 cent, na... Jena rejbën. Na luj shumë në për oda. Sët ashtë, dhe më thonë, kush ka blej atëre ka dit me ikvi këtyne mabeteve todave, këtyne lojat todave, me s'prej ka bëth, adin burat me tirë që për të qysha për dhe për me kam, na kena me tradite, janë dhe loja, për për dhe fit-pidak. Qëre vlerim, që shka bëthën? Kur akon që bitcoini 10 cent. Që? Shka ta vermenja jetën, për i me kam.
s'ka ta merë menja për këtë pamje, kështu, makabre. Allah e morë merdh. Që Republikë jonë i dashur, na nuk jemi kundër, për shembull... Jo, unë jam kundër. Je pritur kundër Unë jam kundër. çështjeve kombëtare tona të dëse, burrat. Po nuk ka për çështje kombëtare, fatil morre burrat bedhve, po lebe edhe ti poshtë zotë. Po ti qysh venerëm çështje kombëtare. Më shkoj mena Zenbejta, Po sa në rregull, da Zenbejta me na i kanë çështo. Ti orre bedhve në ud. Edhe ja, me mo. Ata do e prodhu bitcoinin, ose ata dilin gjitë mos ja përmen emnin e këshin zbulu atfar motorin... Agregatin me magnet. Me magnet. S'nalet kur gjë. Veç kurs më nalë kikon. Veç Do ma e vlen agregatin blerim. A që për shamu ti 18 kilowatt edhe me... është t'u jedhin dora qatë shumë që... E kom ngrejnë Kosovë. E ka ngrejnë Kosovë. Do të me shku të valoni. Do të me shku të valoni. Ju ka zgjidh dora që do të ngrej agregatin në halat të orre bedhve. S'kena së struj. Përmenda, 2026. Tash e kam problem një 2 javë ditu në për shembull kur të shkruaj në sen në email, në sen, atë që do të më shkruaj dot në fund. Po. 3 herë ves. Cilin vet jeni, se ky aty më duket 2025. Jo, publiku joni dashur, 2026 edhe pak, po më 2030. Në 2030 përgatituni anena ka Gjermania pak se çështu po, aty i kam të informata njëri më ka thonë. Të di që ti si thush. Dukurie të tjetër të cilën na s'podojna... E ka për cilë këtë vetë. Po jo edhe na s'podojna për me kam me ja vjedhtu, po kena thonë që kena me konë, si me thonë, halamatar është për ndësene. Jo, m'ja vjedhtu, vish m'ja kalëzu realitetin. M'ja kalëzu realitetin. Dërogje. Po morin dërogje rinia. Substancat narkotike. Substanca narkotike rinia, po morin dërogje, po rrejnë në për shkolla. Sistemi arsimit nuk është bashkë të mundu me përcjell këtë zhvillimin edhe dinamikin e zhvillimit teknologjike, inteligjente. Na në vitin 2025 kemi thonë shumë edhe kemi provu mi thonë që ato që kemi po. Këto kastat politike të na pa dash më përfshite politika gjysh në emisionin e parë të vitit në 2026. Pse o vllona i kanë kaçinati? Pse? Politika neve, a? Po. S'na koj noti. E qka? Qysh me ta spjegu me punën e politikës? Nimi herë jam mundu... Falë, se ta kom thonë, për 3 muaj, duke u bazu në informacionet që i kam në Kosovë, kanë lyp ndihmë të neuropsikiatri 10.033. Jo, shko valon. A pa para? Do më kanë lyp ndihmë. Sepse, shovat. Jo, të ndëgjuja, unë dëgjaj me vëmendje. Sepse, fjala bie të narkotikt, mos kujdesi familjar, mos kujdesi i shtetit, arsimi i dobt, jo cilësor, mbikëqyrja shtetënore, në kuptimin që ti mundesh në mosh me një me blet cigare, alkohol, rizla janë ato letrat e gata. Ato letrat e bara që pështjelëshin të anë. Që pështjelëshin, ja, jem pak ma të gata se të gata që pështjelin bari. Edhe, normalisht që tani vjen të kjo që kena me po në vazhdim. Do vëllon, është videoja ku një prind e pysin, unë përdu pak me spjegu, e pysin pse viti ri ma i mirë për ty kë vit. Që t'ja ndëgjoj në përgjigje më lërim. Hajde. Unë mendoj se ky është viti më i bukur i jetës dhe familjes time. Për një arsye shumë të fortë. Unë kam 2 fëmijë, djalë dhe vajzë. Një pa çmet. Djali ka qenë përdorus droge për shumë vite. Tani nuk është më. Ky që ka... Në qofë se e uren një njeri shumë, mos e malko kur të pafsha fëmit me përdorim droge. Ma tha dje këtë... Rofë që faleminderit. Prandaj e kishe vitin më të bukur. Po, më të bukur se ky. Në fakt, lej më të bukur se ky.
Kam vite të tëra që kam luftuar. Familja, Do prindi, po gjithë thot- familja. Shikon, në qoftë se Drama ke një madhe. gjë të tillë kështu, Në shtëpi, po, është drama nuk madhe. ka asnjëherë shtëpi. Nuk ka vit më të mirë se viti të cilin djali im e ka ndërprej përdorimin e narkotikëve. Fatkeqësisht në shoqërinë tonë po ndodh. Gjithandaj në për botë ndodh, po ne flasim për popullin tonë se dojna mas shumë tim në botë. Edhe tentojna që përmes videove dhe muhabeteve unë e ti që i bëjna këtë mi u tregu që do punë nuk janë rregull. Pastaj kur jesh jeton në për ato udha, në për ato rrugë, për shembull të narkotikëve dhe aty në mund me ba dhe gjeste tjera, sepse njëna e pason tjetrën. Kështu që na po lutemi që ky numri 2026, se ky vit që është vetëm kalendarik, të ketë sa më pak përdorus, sa më pak probleme në për shkolla, sa më pak prind që qajnë për fëmijët e tyre, por edhe një porosi deri te prind, po e shfrytëzoj rastin me thanë, merruni ka pak, sepse kemi diskutu, merruni me fëmijët, sepse nuk ka bota e jonja, do nga do vrapojsh edhe kur gjë do lash mbas. Bisedoni me fëmijë sepse janë gjeneratat të cilat ne kemi cek këtu, jetojnë paralelisht me neve, po s'jetojnë me neve. Do jetojnë paralelisht, rrinë me neve në shpese, të gjitha gjërat janë të ndame. Ne jemi jeton për ata gjenerate mileniumit. Ata janë tash omega, alfa, tulipar germa pjalan vetit. Dhe nëse ne vetëm shofim për mirëqenje dhe vrapojmë për të siguru mirëqenjen edhe harrojmë që i kemi 2-3 fëmijë ose 3-4 ose një në shtëpi, besom që kur tulesh me bisedu mas një kohë kur gja s'ke me marrë vesh ti ato dhe ai ty edhe hiq edhe ma hiq. Unë e shoh, flas shumë sinqerisht publik jam i dashur se e kena ma të even pak kështu, po flas me fëmijët e mi jetën, edhe krejt ata shkakqyrin, edhe çka shofin, edhe çka prekin në për rrjetet sociale, qaq sa i lejojmë, kur si kam pa. Unë si kam pa kur. Se e din ti që ashtë algoritmi, e preke, ban sejve, ban ashtu, edhe kur i qesun e, thot, kjo është cringe. Cringe është diçka shumë e keqe, palidhje, kur i qesun e diçka që ka ndodhë tani. Merruni me fëmijë, diskutoni me ta, pyetni për problemet, pyetni për detyrat. Fëmija po thojnë, unë nuk du të jem pjesë e matriksit që shke qenë ti. I thamë, qka është matriksit që kam qenë unë? Thot, të shkosh në shkollë, të diplomosh, të gjesh një vend pune, të pensionosh edhe të vdesish në pension. Edhe në alësh analizon, mire ko, ama si e menon ato. Dhe më nejna jetojna në Matrix, prime e kam krita që shto, dhe të më qunë saba me shkum punë, me marrë e ti. Për me mbledh ketë si brisasht të kjerët. Kështu që... Nalu njëherë. Kështu që... Sa minuta se... Ne, vitiri një aboni po festek interesant vitiri. Blerim shka tha? Mira, blerim. Një Japoni po festek jetën me atë farë paqurken. Në Japoni është shfaq për herë të parë fishek zjarri ma i madhë në dyje. Hajtë të këqyrën, a e këqyrën? A e këqyrën pak edhe i komentojmë pak të ngjarje që ka ndodhë në fillim të vitit 2026. A 26 në një lanë? Kjeve, me aji është kjesë. A, me si kam bëmë inteligencë? Ja, qështë e vërtet. Sa tani ka, me oblerim. Jeton. Interesant, mu më ka duk jashtë zakonisht e bukur, edhe kur nalesh e me nën, para bisedu me njerë me një miktimin, thash, në Korenë e
I Jugut të I Veriut. Jugut. Po. Jugut jo të Veriut, se Veriut është Atje është s'do me Gjigja heq. Buba. Gjigja ti thamë krokodili. Tha, në qovë se Zvicra është 100 vjetë para neve, tha Korea e Jugut tha, është 200 vjetë para Zvicrës. A Japonia për para Koreës së Jugut është edhe një 300. Edhe një 300. Që i bje, na kemi parë shumë video, nuk është që jemi ka në Japoni, po atje kur kryhet një ndeshje futbolli. Ata ta pastrojnë në qytetin. Ata e pastrojnë për 1 minutë komplet stadiumin. Se cili e pastrën hapësirën e vetë, edhe nuk ka nevoj për mirëmbajtës ose pastrues në stadiumet e Japonisë. Neve ana këni pa, shkojnë në stadium e këshu një loj, E bojnë abërlok. ahojmë fara, ahojmë kikerika, A pimë, kungull të pjekta. edhe veç, tak, 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 tak. Kjo po do me thonë jetoni publik joni dashur që Japonia ka vendos 3 ton Po, me kërësit që të me babërlok e fshin një orime vitiri. Edhe mjavë shëhretu Ama njerëzve, kërkush s'ka gjutë tjetër. po një moment, nashta dhe potencialisht ka mujtë me gjujtë. Ama pak. Po madhështia që ata e bojnë të partë dhe e bojnë në mënyrën më të mirë dhe ma argëtuese për njerëzit e vetë, kjo dëshmon që Janë shumë për para neve. Japonia është Japoni, na hala gëzohemi për sene. Mos t'i ma felë se është viti ri. Si kena fazë, për qëta Se është gëzohemi. dita 2 e vitit ri. A e 3-ta, 4-ta. Ja, po e 3-ta. 4-ta, 5-ta. Jo, e 3-ta, U qëla do tjerave, o blërim. Po, sot është shtune. Po, dhe ebla, po, E shtune. Edhe kështu që Po dhe qëla? A i teti, po, si ka u dit, i kanu. ata të cilët e menaxhojnë Japoninë dhe që miren me politika në Japoni nuk korrespondojnë me politikat e Ballkanit. Ama ngam, na i dina krejt mund. Që pëlqojnë anjanin që i di krejt mund të Ediramës të ashim thashit krejt. Hajde. Që lëshojnë që i dina krejt mund, blërim, ishë ngane, për i me kam, na s'po folim kur gjonë ngane, jo, lëshoj, blërim. Një gjoni me të me mëndje. Edi Rama, po denancoj sot në Amerikë, ka 3 objekte në Fort Hamilton, në Street Brooklyn, e ka në 92, lekët ja pastron Selim Rusi, po janë këto objektet në emër të Ilir Rusit, dhe këto ndodhen, do me thonë, në thash Brooklyn, gjithë, si kjo dhe shi, ati e ka që 92, do me thonë, në Hamilton, 92, si me qenë kompania LC. Ka shi, po, ju bëj me dje, lekët i ka në Bahamas, ke Bangas i Soros, lekët e Ashim Thaqit, joni me vëmëve, lekët e Gruevsit, lekët i ashtu Ali Ahmetit, edhe lekët e Vučićit dhe dvetat, do të shmëndeni 15 bilion dolar. Jeta, nale, prej me kam, nale. Se ve i dim krejt, me se kësër heq. A i ke pa për shalë debatet kur të vanë. Unë e kom provu për vetë. I jemi të folë për shalë për politikin, mis ja futi, janë rëjt temen e bandashit biciklës, kur t'ja nisaj me tela, me krejt t'i në rrënë. Këtë me ventile me këtë i dinë. Ventilit dhe me e këtë ashtë një farë qelë, që kështu i thu, kem të folë t'i shka tjetër, atit. Po, që të bredhe, me njëherë që dojaj kopë. Aje tjera bredhe që shbatë. Pse jena jetën që shtë hajnë vishka të zamë? Dhe mon, kë tha dishka në fund, sa kur gja pastaj, edhe nuk jemi kompetentve me thamë, për i me e kam. Tash, ku janë lek, ka organe që meren me ta. Dhe mon, Amerika pak si ta shet që dishka za, i ke pa Rusis ja blokon, oligarku e Rus, ja blokon në Bahamas, ku ti ka? Paret. Na veç e lëshumë këtë material me jetonin edhe mi ju tregu që kur dilni në kafe, ose dilni për para kamerës,
ose përpara telefonit, si tash u ka ma mundësia përmes TikTokit, e rrjeteve sociale, gjithkush me pas mediumin e vetë vogël. S'fali pa lidhje me primja e kam. Që të fakte, e di pa lidhje, fakt. Që kja qështu, që kja qështu. I ka njënë që të do një 13 milion, edhe që këj ka 13 milion, e Gruevski ka 20 milion. A i kishë prun 4 milion, i kishë thonë merit i 2 milion për veti, vëq mojë me i këto 6 milion. A i Rusja menagjen? Po, dishka edhe Vučići, tha. Edhe me Vučićin, tha. Guha Pitulli. Guha Pitulli, tash më kujtu jetën. A ke pa kur thojnë, mëse e përmene guhën, kur thojnë, ku të dhem dhomi, shkon guha. E tash, kur dhem dhomi, ku du të me shku publiku jonë? Kur dhem dhomi? Ose me nërejq dhomin. A po, e vërtet është publiku të jonë, kur t'ju mos e prit një mjë dhimt, po para se me fillu me ju dhimt, fillojnë e vitin, me një kontrol për dhëm të doktori jonë, të bashkëpuntori jonë, Korona Dent në Prishtinë, të doktor Shefki Hoti, aty mund t'i gjeni njerëzit më të mirë të cilët merren me këtë punë dhe me besoni keni me pas një eksperiencë të jashtëzakonshme çka i përket shëndetit oral. Vizitojeni Korona Dent në Prishtinë, në Dardani. Faleminderit doktorit, faleminderit Korona Dent që është me neve, e na tash përshkojmë jetën me një blok të marketingut. Mos e ndroni kanalin, të gjitha emisionet në Republikën e Maqedonisë kanë marrë ka pak pushim, one jetoni se nalëm. Këna thonë, natë, ditë, borë, shi, pa hongër, pa pi. Uji mund më nalë, rryma... Nas nalëm. Mund më nalë? Marketing. Jo. Këto të gjitha nej popull, edhe publiki joni dashur, edhe tjerë të një zëgjoni, gjitha ndej kënej në Kosovë krytën zgjedhjet, në Shqipëri po vlën, në Serbi ka protesta, në Bugari ra qeveria, edhe ka ndodhë një sen në interesant se një gru, aty në këto emisionet që janë kontaktuse, live e ka thirë, e ka thirë dhesin dhe kysh etiketu. Ama muhabeti është interesant, muhabetin të të mendezhe. Alo? Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Po, urdhëro. Ti shpjego që këto, këj paraportit të një e kap një herë, 2 herë, branda ditës linjën. Në rrim nga një muj dhe nuk e kapin do, që shpjego kjo? Po nuk e di me zonjë si e bëjnë. E di se ti ke gazetar që ke bëjnë lidhje, për këta i dini vetë Po pse ti lidhesh me njëri para prakisë me zonjë? Me gjitha të mbëllë tani mos e zgjatë, të të njohi mirë e ty kusheti. Kush jam unë? Ti e gazetari i Sali Berisës. Hajde. Po si e bëre lidhje? Si e bëre lidhje? Si e bëre lidhje? Si e bëra unë lidhje, po di dhe jo. Ne kemi dhe menë dhe sy dhe veshi, gjojmë gjitha gjera të shikojmë. Me gjitha të i uroj gjithë popullin shqiptar... Herë parë që e marrë vesh për këpunoj. Po, e di të mirë, si jam unë e para, tu t'kanë malku në ekran. Po tani ka plot njerëz si ty. Nuk të malkoj se jam nën vetë. Po kjo është qëndron, kjo është e vërteta. Me gjitha të i uroj gjithë popullin shqiptar, gëzuar viti ri, qoftë një viti mbarë kuj që po vjen. Ja, shqyr. E shikon kur do flet mirë. Jo, unë mirë kam folë gjithmonë. Ky vit që po ikën Mark dhe Salin dhe Ramën me vete i qëroftë. I rafë në fakt. U qërofshin, jo u qërofshin, ata u qërofshin për popullin shqiptar. Ata u qërofshin. O shoku gazetar. O zotni, fiton Kosova në gjë rezultatin mrena natës. Ne do nga i muj, i mbledhin atje në për pallate kulture, bëjmë gam e gum. A e kupton tani, që nuk din të bëjmë dallimin e? Ja, si thuti. Ato e bëm mrena ditës. Nëse bëjmë do të mrena javës. E mbyllën, tani në orën 7:20 e mbyllën. E mbyllën. Ne du me muj, nga një mujne. Kujtojt një rast do, votum korrikne dhe rezultatit doli e fund shtatorit, ashtu do në të sali në fund shtatorit. E vërteta jeton. Votum në korrekt rezultatit në fund shtatorit. Kosova votoj edhe seriozisht jeton. Besoj që ka dhanë një shembull të jashtëzakonshëm
për demokracinë, do më thonë, me gjithat polarizimin e madh, me gjithat ndasit që jenë bërë kohën e fundit mes partive politike, zgjedhjet në Kosovë kanë qenë shembull, do më janë shku njerëzit, kanë botu asnjë aksident, asnjë ekses, asnjë vjedhje, derisa ku jemi këtu s'ka pas asnjë dikush, jenë dalë ata që kanë hobë kanë prano. Humbjen, tha, atë kujtojtë ta njerë këna votu në qërshu. Korrekt. Edhe në shtator ta e ndalë rezultatët. Po, në shtator. Që shi kanë rejës, Ama më pëlqeki kë gazetari se s'gudzeki me një fellë se... Po, ja ka marrë menet që ka mundet me pasu për zonë të rumë. Po, kjo është shumë e vërtet. Kosova ka kallëzu demokraci, urime fitusit edhe humbësit dëshiroj me të pregaditet mirë në zgjedhjet e ardhshme. Kallëza një program interesant, nashta dhe mund me këthi publikun. Neve na interesant këtu, po këtu ditë, këta politikanë tonë garantjen shku s'kem. Ja kanë fote dhe i kanë marrë skijat edhe... Tonë këtu? Po dhe Maqani janë të folë, po ditë, janë shku në s'kem. Jeton, shumë interesant, nas po dojna me shumë materialin se e kanë pa publiku janë gjithandej. Vetëm një sekund po du me marrë që në Zvicër ka ndodhur një tragjedi e njëjta me neve në Koçani. Shumë interesant edhe ngjashmëria dhe krejt. Në më thonë, unë seriozisht e kam menu që edhe menoj ende, do më thonë që Zvicra është njërë ndër vendet me siguri shumë të lartë edhe në gjatë dërtimit të sen, po që tragjedit po ndodhshin pa marrë parasysh ku janë dhe sa janë objektit ose shteti sigurt. Kështu që me këtë muhabet e nisa, vetëm me ju thonë, kujdeseni me mbushjet të telefonit. Mos e lëni telefonin natën në rjastakte ku ka tu mbush, sepse mund me shkaktu dam, ndezje, dhe manë kujdesni pak, kur i shifni videot dhe shifni që po ndodhi ngjarje, analizoni për shka po ndodhi. Mëse lënë nxejme në shut atje për shembull, garazh, të kerrit e ke lënë me nxej kerri për nesër me shku në punë. Se mund me ndodhë, masi po ndodhë në Zvicër, ka ndodhë këtu të na, po ndodhë gjitha një botë, mos tjeni ju shkaktarët e viktimave dhe pasojave. Jeton, po të maj një pytje. Fush Kosovë, a ndërtu heq Fush Kosovë? Po, Fush Kosovë, ndërtu është një qytet që mas luftës ka pas një 10.000 banorë dhe tash numëron në afër 70.000 banorë. Dhe ka pas një zhvillim bukur të madhe, bukur të hofshëm. A di përse dhe amona pytje, mas Fush Kosovës, shka ka? Mas Fush Kosovës... Sërnisht. Varet ka vjen. Sërnisht. Ta bëndë një pytje se për shembull në Adana të Turqis, ne nëse të kujtohet emisionin e pare këna pas atë plakin i cili kam mbjell Shumë për. shumë bredha, dhe va me kejtë familja, 20 vjetë e kanë bën një kodër e cila ka qenë një mal. Ka ardhë interesant se në Adana Turqis, njënin nuk e ka leju tokën e vetë mundërtu, edhe ka tha, kena me mjellë kompjera, dhe që shifne publikje si duket. Shifne si duket kjo punë. Po të refuzon milionat nga ndërtuesit tokën mes pallateve e mbjell me patate. Që me zdu, pëllo. Ka vendos njëri me mjellë kumpira dhe qasë. Si jave jetën që ke, për shembull, ai Turqi e mjellë krejt kodrën me male. Gjithë këtë vend, për shembull, ka 1 euro metrën e pasrit. Kozet e pare i kish marrë lema. Pse s'pë dish me të spjegu, pse ves kena nanë dikana, dhe me qitë nanë televizor dikana i joni që ka vendosë që shto. Mos flasim për ndërtimet të na, në Maqoni, në Kosovë, në në Ballkan. Mora ideja të na lutën vetin shoqërishorin kur po vjen ndërtime, apo na është ofër, apo na kap neve. Po, edhe që voti marrën të garazhat të që vja prish. Logjika është e tillë. Trendet të na në Kosovë, mas luftës janë konë trend pompat e benzinit. Hyqimi me qelë. Shumë pompat benzinit u patën qelë. Ka përcej kjo varë pandemie, se që na u shfaq një pandemi tjetër më rejshëm kësi stadiume me lujtë futbol. Edhe në sikur sera, kështu, me lujtë futbol. Me serat. Po. Ka përcej edhe kjo pandemi, mas nej... Ndërtimi. Tu shfaq pandemia, ndërtimit, nuk dënë kush më me nejtë në katon. Bile du me ndohë me ty një eksperiencë. Një i pasën
e kish marrë fëmijën e vetë dhe e kish shuar në një fshat. Me kuptu çka është varfëria. Edhe bukur shumë. As një 3 ditë shkoj e mur, edhe duke bisedu me fëmijën e thot, çka kuptove nga prej këtyne 3 ditëve që isha atje? Tha, e kuptova një gjë. Na tha e kena një obër të vogël, ku unë loz me do kuklat këqia. Atje tha ishte një lendine gjatë e madhe, ku lozëshim plot fëmijë. Na kena tha një pishin të vogël, ku lahemi, atje tha e kishin reken, ku laheshim plot fëmijë. Atje tha kishte plot fëmijë për me loz, e këto tha të ne s'ke me kon me loz ose me lujt, e babta faleminderit shumë që mësove çka është varfëria. Qa është e varfëria? Varfëria ishte... Ishte knena. Ky ku ishte të jetu, se atje dha ishte lumturi. Të ne ka hup sensi, qaj common sense, i bëthojnë qaj që ti e thret me kuptu një gjo shumë të rëndësishme. Njerës po dojnë me jetu në qytet, për deri sa jenë shumë afër qytetit, ama nuk dojnë me jetu në katon. E kjo po menoj Fadil që është kryesisht është një gjatë që po e dominon shoqërinë tonë, ndjenja e kompleksit ose ndjenja e inferioritetit që na me çdo kusht për mu integru ose me kanë pjesë e shoqërisë që na rrethon duhet me jetu në qytet, sepse kjo po të emancipoj ka ose po të ngrit ka në një stad tjetër, nivel tjetër. Po me qëto është për shembull në Amerikë, nëse ki kolin edhe ki shtëpinë katon, je milioner, domethënë. Krejt njerëzit e pasur edhe normal, që janë të pasur, tentojnë me ikë në katon. Nuk ishte ideja atë po ti pastaj kalove, ai midis qytetit kalon kompira, ta përdyn, ka thonë s'dum. Po edhe ai e ka, unë nuk e kam takuar ato me najt me ta me vet pse eksakt. Po menoj që e ka një tregim të vetën, e ka një partnersi. E ka një tregim se garant janë 700 milion euro i ka po të. Që të i ka, po të vi që thotë atë në ndërtues, me hajde bani ndërtesa. Ideja është që hajde diçka ka një frustrim. Ka dhe një send të ndërtimi. Për shembull, ne të jeton në Kosovë, Prishtinë, Anena, edhe këtu në Maqedoni, po gjithandej problemi më i madh është u bë me ndërtimin e që njerëzit vinë 1 muaj, 3 javë rrinë në atë banesë. Për shembull, ka shtete sikur Franca, ato i kanë rregulluar këtë punë, ka thonë ngom e marrën ndërtesën atë banesën në Paris. Po. Vjen vish 3 javë, vi ta marr. Ta marrën. O kime shfrytzu? O kime janë ashtit. Ose kime bë diçka me ta. Absolutisht. Se për shembull unë kur vi në Prishtinë dhe Ferizaja, nej, Gjilan, për shembull, me bëmë shku në Gjilan tipu befasojshë, për ndërtimit, a di çka ka Gjilani një qytet e vogël. Dikush atë i paguat, ama të nejt, di garantoj që sa shtë nejt. Nej, se jetën atë ka ndodhë market me po zbritje çmimeve me hypje. Ne kemi diskutu shumë shpesh edhe... Zbritje çmimesh me hypje. Edhe zakonisht kem qef me i risjell prap këto anomalitë të cilat ndodhin në shoqërinë tonë edhe këtë publikës tonë i bëj thirrje që kur e shihni atë fletën e verdhë dhe caret që i thojnë do, me hjek ato dhe me këqyrë sa o konë çmimi para prak, sepse kjo, që me thonë, luhet me anën psikologjike të klientit, e që në fakt... Është vjedhje? Është vjedhje klasike ose mashtrim. Mashtrim. A e shohim materialin që për ta komentu edhe pak më të tje këtë material. 89 cent. Në 6.25 u konë. Këja që çmimin i thot, a konë 8 diçka edhe për zbresën? Vesh 24 cent. 24 cent ja ka i. E ka liru. Edhe kjo me gjaz duhet jetë në Kosovë. Po në Kosovë. Edhe unë sa isha në Kosovë jeton edhe deshta me bani blerje interesant edhe e pas çmimin aty e kish fiksu. Sal me rëndësi qka ishte ajo qka deshta me blerje kish fiksu 1.000 euro. Rafsh. Para ardhjes mërgjimtarme ka qenë dikon 850. Qa i njëti
halet. Po, i njëti agregat. Edhe thash, që kjo, para 3-4 ditëve tha, mësë bazë këto, ose këta e hekëm edhe 2 ditë. Edhe kjo është dukuri interesant, që për shembull ardhja e emergjimtarëve, bizneset i grohin pak çmimeve. E vërtet është, po megjithatë unë mendoj që edhe kur vinë emergjimtarët dhe ne si qytetar rezident që kena nisë mos me pas më kuptim se jem rezident, po s'ka rëndësi kjo punë. Ti viç rezident si. Po, unë mendoj që mashtrimi nga secila palë që vjen është mashtrim. Kujdo qoftë që i bëhet, a emergjimtar, a rezident, a me korrespondencë, është mashtrim, se s'ka emën tjetër që ti mundesh mja ngjit, është mashtrim, o zotin. Kujdes ti, kur shkonin te marketi, këshirni çmimet, ti kum thonë, këshirni çmimin... Ama pak që t'kemi këta, ama pak që t'kemi... Këshirni çmimin atje nalt, shka po shkruan te marketi, kur shkujsh me pagua të këqyre apo të korrespondent, se dolin një 20 euro ma shumë e ti si dim piku, e ne masi jemi këtu te minutat të cilat janë para pane për marketingun e dytë, në po shkojnë pak me marketing edhe kthehemi se ka materiale qeni, aja tjetër, kjo shqipemi na. Jeton, ne kemi pas një material me qend, me qenin dhe kena pa një qeni ushtarve që s'dojke me ka ma qeni ushtarve. Në shumë blerim të këqyrum se tani vjen një material interesant me atë plakin që ja ka shpëtu jetën. Ishtë dëshpru. Po, që këtë që s'du me ka ushtarë ma. Mërë hajtë dhe pak që s'du. S'du bre, s'du. Shliruat pak. Po. Jeton, ashtë taj plaki që ka ba bujnë për internet dhe me atë materialin që e tregon, e propozoj blerim me lëshu materialin sepse ne jemi marrë me qenë, për shumë këna thonë se shtin qenin një shpe, këna tregu edhe arsyet se me smishtinje. Qeni e ka venin të kalibo, që e ka venin ushtarë, po ka qenë për shumë që edhe kanë shpëtu jetë, lëshuhe. Si kështë qenë me ka shpëtu jetë, që për të ka dzej, më diqen krejtë. Me ta vich une me këto elkombi të shatit, ja lash 3.000 euro në ato, më nëjena në kombi, me kusht më këtyre qenin sot e zotë. E kum lidhë për masë. Jem shku të ura, pe këtyre 200 metra poshtë. Qysh e kanë zërë kë kryt, e ka ngoma kanë zitë për pantëllve. Piskoma i ka shku në kupë qilës, kur nuk më ka ko për pantëllve më nëllë. E qatë ditë, edhe ma ka pështu e këj flenë në më qëtë dalta. Këtë materialin e të ne këna zjedhë jo vetëm për veprimin e qerve, po dhe për një tim të cilën ne shpesh e kemi diskutu, mos i lëni prind vetë. Ne në materialin që kemi pas javë, disa javë më herët këtë thonë, shkon diti, ja rezervon qenit hotelin e len prindin, mos i lëni prind vetë, sepse ata në kanë dhonë edhe muhabetin, në kanë dhonë edhe shkollën, në kanë dhonë edhe një pjesë shumë të rëndësishme të jetës, në kanë dhonë djerëse, në kanë dhonë bukën, në kanë bërë këta që jemi. Mos u bani francuza. Po, Fadil, nuk dërprejta, por që për këto duhet pak një shpjegim. E kom përcjell komplet qatë store, videon që e ka bo. Kështë e pas një tragedi familjare dhe fëmiju i fundi që kështë e vdek nga leukemia. Edhe ja kështë pas lon amanet, babës vetë, se kështë pas një qenë, thëtë babë të katë mërisht në Kosovë heqi qatë për i thera. Edhe këtë mas vdekjes e ti, edhe tani grusë e ti, këmbetet i vetëm. Edhe ju përkushtohet krejt qenëve në zonën ku operon, dikun në qofë se zgaboj vjen nga Qabiqi i Klinës, edhe e kesh një kombi që po i trajtojke edhe po i dejke shumë. Ka qenë diçka shumë njerëzore, ka qenë shumë e prekshme për këtë arsye e kemi ndarë dhe tregimin, mas nej sebep i këti njeriu që jeton edhe është gjallë u bo pikrisht ai qenë,
i cili nuk e kalon me babet vrasje. Dhe është një gjë shumë fantastike, por që në parim qenë janë kafsh besnike në raport me edhe mik, po. Edhe një informacion pëndoj, për shembull, ujkun Fadil si do të qoftë, sa do të qoftë që ti bën përpjekje, nuk po më ishe me zbut në raport me njeriu. Kanë thonë ujku kimin në rrasë zanotës. Jedën, neve për na shkon koha, dhe po shkon emisioni shpejt, besoj që e keni pa edhe në emisionin tonë, kemi trajtu temën e kryetarit të New Yorkut. Po. Edhe zakonisht, kër e marrin detyrat kryetarët e shteteve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, du të me qitë dorën për mi Bibël, edhe me bat betimin që do të veproja. Ne kënina kjo e kishë ba me Kuran. Normal, se i përket besimit musliman. Po i përket, po jo po flasim edhe për demokracinë. Zahran Manardi betohet si kryetar i New Yorkut me dorën mbi Kuran. Jam të vullë edhe për demokracinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dëmonë ta lejon, fejnë nëse e ki ta lejon. Normalisht, do të më respektu. Do të më ta lejo edhe gjuhën, për shembull, jo si Koraja Spiropali që ke këtu dhe tha, jo pakica, po tha minoriteti, shtetë për mu, shqiptar. Unë e diskutova këtë temë edhe me domisht me që njohin. A thanë që ja kanë nxjerrë për kontestit? Jo, tha, vërtet tha e në padishëm. Okej, s'ka nevoj kjo. Pasha bezën dhe e në padishëm. Nuk e dini ku jenë orë. Gojli nuk e kanë tha e që 5 porës që dojnë për narbunët që vullin për lidhje. Jetat, përshkojnë ana, mase ata s'din, në Bangladesh, ju kish morë hazaja. Kush? Ajde që lëshosh me lift për supermarketeve. Po, shkallët elektrike. Po, edhe kishë në vitu në mënyrë perfekte në ndonjë tragedi. Ma jep që atë kemik, të madhe kishë në vitu tragedin, shka blerim me Bangladeshin, pi kalojnë a disa materiale. Që është të cilë? Dhe që sa Berlifa dhe la përshek. Me kanë ditë, shka dhe aty i qënë, pa kontë, këcen. Sa Berlit, na që të i shumë botë cëp-cëp. I shumë botë cëp-cëp se këshirë. Kina pasë edhe asë i rasti kërën e kina këshirë më në gjitë për pjesë. Qëne, unë menaj që është talë koha që na me nëzirë. Jo, njerë me shku me marketing, jeton, sepse që është ta procedura me nëzirë dhe me nëzirë. Marketingon. Kur ta është me nëzirë? Marketingon. Nëzirë, a? Shkoj me marketing. Ka ma dhaj blog marketing, ko blerima, ka dhaj blog marketing. Adil, pjam kalzaj edhe një barcolet për fund. Mos jam kalzoj barcolet. Pjam kalzaj shpejt barcolet dhe da njone piket qaj, dha që shepin, sa më të qitë shisherë, dha që t'ja një luge, një, edhe një, dha qëtë, ja, a e dha kapi gotën, dha ja këtejnë tavlë shisherit, dha stash, dha ha shisherë. Ha përsherë. Edhe na, e këna gjonin në tavlë shisherit. Publikion i dashur, mos arrani çdo të shtunë në ora 19:45 hajt, varsisht për marketingut. Hajt minuta. Në Breaking News emisioni, po neve mund të na gjeni edhe në të gjitha rrjetet sociale të televizionit Alsat, domethënë në fanpage-in Facebook, Gjenerata Millennium në Facebook, Gjenerata e TikTokit në TikTok Alsat.mk, Gjenerata e atyne që lexojnë ende, kanë qef me lezu lajme, Alsat.mk. Krejt me një ven. Mariani, pak hapësirë e kena shumë të rëndësishme me bokit thirrje për vitin 2026 që të bëni subscribe në YouTube. Edhe follow në Facebook. Follow në Facebook, subscribe në YouTube, sepse në ndihmoni jashtëzakonisht shumë. Mos harani, kur heni të YouTube i Alsat, e bëni subscribe, e di që ja vli pak një procedurë, sabër se vish një herë bëhet, e me një subscribe që ju e bëni, neve në ndihmoni shumë në punën që ne e bëjmë. Mos harani me vizitu dhe gjitha rrjetet sociale të cilat i potencoj Fadili. Por, vëmendje, subscribe në YouTube. Follow në Facebook, follow. Subscribe. Në Instagram, në TikTok. Deri një javën e ardhshme. Mirëmbëjtje. Mirëmbëjtje.